Pas hyrjes në burg të ish presidentit Ilir Meta dhe vakancës së karriges drejtuese në Partinë e Lirisë, krau i djartë i tij, Tedi Blushi, ftoi në interpelancë ministrin e drejtësisë Besfort Lamallari për t'u ankuar për kushtet dhe trajtimet çnjerëzore që sipas tij po bëhen ndaj Metës në burg. Përballë një drejtësie të politizuar dhe të kontrolluar nga pushteti dhe një shteti që funksionon si bandë kriminale nuk po mbrojmë sot në fund të ministër. Thjesht dhe vetëm një lider politik, por parimin se askush nuk duhet dhe nuk meriton të jetë viktim, mbarova në fund jam, e një sistemi të kalbur dhe të komanduar politikisht nga krimi dhe nga droga. Gjatë fjalës së tij, në kundërpërgjigje të Blushit, ministri i drejtësisë Lamallari tha se ndaj ish presidentit të arrestuar nuk ka patur asnjë përsekutim politik, por ndjekje e normave ligjore shtetërore. Gjithashtu, Lamallari u ndal edhe tek akuza për keqtrajtime të burgosurve dhe gardianëve, ku sipas tij një gjë e tillë nuk është as pak e vërtet, pasi janë ndërmarrë reforma të shumta që u shërbejnë sigurisë dhe trajtimit njerëzor të burgosurve. Unë e kuptoj plotësisht zotin Blushi mbi shtysën për të kërkuar interpelancë dhe rrjedhimish vëmendje të posaçme për një person të veçantë, konkretisht të paraburgosurin Metaj. Ndonse unë do doja shumë fakt që kjo sallë dhe interpelanca si instrument kushtetues për llogaridhënie përdoret për misionin që ne gjithë kemi këtu, që është ai i përfaqësimit. Përfaqësimit të atyre qindra dhe mijëra qytetarë, të cilët presin shumë nga ne dhe nuk presin fare të dëgjojnë këtë diskursin e emrave të përveçëm, mbi cilin për fat keq opozita shqiptare po dështon ta lë pas, ku flet në emër drejtësisë si prokuror dhe gjyqtar për kundërshtar politik dhe mban interpelanca për frymëzuesit e partive të tyre, duke dashur t'i heqë nga duart e drejtësisë. Jemi në ngritur dhe nga Këshilli i Evropës, si mbi kohën e gjatë të qëndrimit në paraburgim, apo dhe nevojën për të ndërhyrë në kodet, respektivisht kodin penal dhe kodin e procedurës penale për të garantuar pikërisht të drejta dhe trajtim dinjitos për gjithë paraburgosurit, po jo për emrat e përveçëm që ju i referoni. Kuvendi i Shqipërisë po zhvillon një seancë plenare, ku ka patur interpelanca të ndryshme midis ministrave dhe deputetëve, ndonse nuk ka kaluar edhe pa tensione midis palëve.